për të vjedhur Edi Rama me klanën e tij. Janë të detyruara t'i dorëzojnë kokonës pronat, Kuvendi i Shqipërisë, Ministria e Infrastrukturës Energjetikës apo institucionet autorizuara prej saj, Agjencia Kombëtare e Ujësjelljes Kanalizimeve, Autoriteti i Aviacionit Civil, kudo që ka vu kysyrin pronave, janë detyruar t'ia dorëzojnë. Ministria e Arsimit dhe Sportit, Ministria e Drejtësisë, Ministria e Turizmit, Mjedisit, Drejtoria e Shërbimeve Qeveritare, se janë pronat e kësaj drejtorie, të cilat është plotësisht normale që qeveria mund t'i lëshojë, por do t'ja u kthejë pronarëve. Qeveria nuk mund t'ja u jap të tretëve kur ka një ligj dhe të pronarët në rast se është vil kanë të drejtën e parablerjes. Po se parablen ata, atëherë ndryshon situata. Por ligjet e vendit janë këto. Ky faktikisht çrënjos me këtë edhe ky është një vendim qeverie, ky është një vendim qeverie. Me këtë vendim çrënjos çdo gjë. Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, Ministria e Drejtësisë, Drejtoria e Shërbimit, thash, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, institucionin varësi të Kryeministrisë sipas përdorimit në marrëveshje përkatëse. Pra, e tëra prona shqiptare e vlefshme de facto shtrohet në pronë të klanit më të rrezikshëm të Europës, klanit Rama. Se si një agjensi e vetme, mund të bëhet edhe pronare, edhe shitse e pronës, kjo nuk ka ekzistuar kurrë. Ka një check and balance. Ky mekanizëm shuhet. Pronari pronave në rubrikën e Shqipërisë ka qenë Ministria e Financave. Pronat që i kanë patur dikasteret tjera, ato kanë marrë vendime për to, por gjithnjë pas miratimit nga Ministria e Financave, që ka qenë një kontroll i fortë, kurse tani zonja Kokona shkruan vet, vulos vet, vendos vet. Te i kalon kjo çdo imagjinat. Kjo është një vjedhje për masave të pa imagjinueshme. Këto çështje janë ngritur edhe nga mediat në mënyrë të përsëritur. Por ka një heshtje totale se çdo aferë korruptive e Edi Ramës nuk mund të hetohet në këtë vend. Tani, jam këtu për të paralajmëruar Kokonën se në mënyrë absolute do maj përgjegjësinë më të rëndë për çdo metër katror, tokë apo pronë tjetër, që do ta trajtoj bazuar në vendimin e Edi Ramës për të vjedhur pronat dhe për të caktuar atë në krye të agjensisë. Jam këtu për të deklaruar publikisht se asnjë përfitues nga vendime antiligjore, antikushtetuese të kësaj agjencie të vjedhjes së pronave nuk do të njihet, por përkundrazi do të ndërshkohet me ligj, do të ndërshkohet rrept si një bashkëvjedhje publike private e pronës shtetërore. Prona në çdo vend ka rregullat, ligjet e administrimit, menaxhimit, shitjes e tjerë me radhë. Në këtë vend
çdo vendim për tjetërsim të pronës publike ja kalon ligji i pronave, ja kalon automatikisht atë privatit. Kjo që ndodh është një grabitje, plaçkitje e pa imagjinueshme. Pra, garantoj pronart se nuk do të njihet asnjë vendim i marrë nga kjo agjensi dhe kjo zyrtare që ka punuar një herë, ka qenë edhe në këshill asistente e Agaçit, ka qenë mos gabo, e Don Agaçios. Pasi bëri shkollën e Agaçios, u lartësua në drejtoresh të kësaj agjensie, apo çfarë është kryetare, kush e merr vesh, të korporatës. Është skandaloze. Është jashtë çdo lloj koncepti, është unike. Këtë mund ta kenë vetëm mbretërit absolutare në të cilat toka, deti, ajri janë pronë e mbretit. Pas këtyre mbretërive, kush në botë një agjensi të tillë nuk e ngrit. Ato po, sepse ka një ligj ata që thuhet, ka qenë edhe ne kemi pas 500 vite atë ligj, që toka, ajri dhe ujë, deti ujrat janë pronë e prandorit. E dënoj edhe njërë me forcën më të madhe, gjë e pa imagjinueshme. Është akti më skandaloz që i 32 viteve.